Ju përshëndes. Një pandemi re ka filluar. Padyshim shumë prej jush nuk duan të dëgjojnë këto argumenta, por është për ta diskutuar, sepse unë me aq sa informohem dua që t'ja u përcjell juve, sepse ndoshta dikush nuk i di dhe mundet edhe që të preket pikërisht nga këto probleme. Dhe në këtë rast është problem jetë a vdekje, nuk është diçka e thjeshtë. Tani po ja u tregoj se çfarë po ndodh kohët e fundit dhe do dëshiroj që të shpërndani këto informacione. Në Republikën e Kongos ka filluar gjërësisht. Me një fjalë është vendi më i prekur më shumë, por ka edhe në vende të tjera, sepse është përhapur edhe në vende të tjera, jo vetëm të Afrikës, por ka patur edhe raste të tjera të pandemisë së re, që është Ebola. Padyshim shumë prej jush e kanë dëgjuar, sepse para shumë vitesh Ebola ka rindur shumë kohë më parë, pra si problem, pra si virus, por në vitin 2014 u përhap në mas të gjerë nëse mbani mend. Madje në vitin 2014 ata emigrantët që vinin që nga Afrika u bllokuan në Shqipëri, nëse mbani mend. I bllokuan për të kontrolluar. Dhe ka qenë një kontroll i gjatë për muaj të tërë, sepse mendohesh që disa prej tyre kishin sjell virusin pra në Shqipëri. Mirë po, shqyr që nuk ishte asgjë, sepse pasi u bën të gjitha testet e duhura, askush prej tyre ishte i prekur. Por të gjithë vinin nga ajo zonë. Tani duhet të dini që në një kohë shumë të shkurtër, sepse sapo ka shpërthyer, ka 2-3 muaj, sepse fillimisht u dhan disa para vitit të ri, u dhan disa raste të tjera, por nuk ishte kaq i parapur dhe thuhet që pikërisht me diellin, temperaturat dhe lëvizjet e njerëzve përhapet akoma më shumë. Pikë së pari do t'ju them se si është shtuar tani kohët e fundit dhe pastaj do t'ju them edhe se si shfaqet. Për momentin nuk ka asnjë lloj kundër përgjigje, me një fjalë nuk ka asnjë lloj ilaçi, sepse nëse prekesh nga Ebola je i humbur. Jo të gjithë vdesin, por mbajeni mend diçka që do t'i them tani, janë numra këto që nuk i gjeni ku të doni, por janë edhe online. Ky lloj vire është i prek me anë të gëlbazës, të jashqitjeve, të djersës, të me një fjalë edhe trup më trup. Dhe me një puthje, për shembull, ose me marrëdhënie. Pra është një sëmundje ngjitse. Dhe si shfaqet në momentet e para? Në momentet e para janë vetëm dhimbje koke, janë marrje mendsh, temperaturë, por jo shumë të lartë. Pra në fillim, kjo është faza 1, që quhet faza 1. Dhe pastaj me kalimin e kohës fillon në disa trupa, në disa njerëz, fillon dhe i shkatëron. Sepse në fazën e dytë fillon me temperaturë të lartë, me vjellje, me me fjalë difezat e trupit kanë rënë ndjeshëm. Dhe ju thash dhe më përpara që varet nga njeriu, sepse ka disa njerëz, merreni në mend që në 44%, në 100% 44% vdesin. Me një fjalë pothuajse gjysma vdesin. Dhe do t'ju them dhe si është, po përhapet kohët e fundit që është akoma më keq. Dhe pjesa tjetër, pra faza e tretë është akoma më absurde, sepse fillon që të ketë pacientët hemoragji. Hemorragjia mund të jetë nga poshtë, mund të jetë nga goja, mund të ketë edhe hemorragji të tjera që nuk janë bërë publike, por këto janë dy hemorragjit më të njohura, dhe pastaj të gjitha këto, dhimbje koke, të vjella, marrje mendsh, të gjitha këto intensifikohen gjithmonë më shumë derisa pacienti humbet jetën. Pra këto janë të dhënat e kësaj lloj, le të themi, patologjie. Tani duhet të dini që aty kur u zbulua për herë të parë që si emër në vitet pas viteve 1970, mos gaboj, në fund të viteve 1970, aty nga viti 1980 u regjistruan mbi 16.000 që vdiqën në Afrikë pra në atë kohë dhe s'kishte asnjë shans që mund t'i shpëtoje. Tani në kësaj here merreni me mend, po intensifikohet 10 herë më shumë se sa vitet 1980, sipas të dhënave të virologëve. Dhe duhet të dini që me atë që mësova, do t'ja u them, është e rëndësishme që t'ja u them, po shpërndahet më shumë nga laboratorët, se sa nga, me fjalë, laboratorët që bëjnë testet. Dhe do t'ju them se përse. Sepse më përpara ishin rreth
4-5, pra në ditë po flas, 4-5 pacient që bënin kontrole dhe në 10 prej tyre, maksimumi 10-15. Tashmë janë